Zgjedhja javore e ngjarjeve që karakterizuan javën. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, bëri të ditur se Bashkimi Evropian do të heqë sanksionet e vendosura ndaj Kosovës në qershor të 2023-s, të cilat përfshinin kufizime për vizitat zyrtare dhe ndalimin e disa fondeve financiare. Kjo vendimarrje vjen pas zbutjes së tensioneve në veri të vendit, ku u zhvilluan zgjedhjet lokale me pjesëmarrje dhe instalim të kryetarëve nga komuniteti serb, duke krijuar kështu një klimë më të mirë për dialogun Kosovë-Serbi. Në të njëjtën kohë, BE do të çlirojë rreth 216 milion euro ndihmë ekonomike për Kosovën, nga të cilat 205 milion euro pritet të disbursohen në fillim të vitit 2026 për projekte zhvillimore dhe asistencë. Kjo është një lajm i rëndësishëm që rrit shpresat për përmirësim të gjendjes ekonomike dhe politike në vend dhe përmirësim të marrëdhënieve me Brukselin. Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që do të mbahen më 28 dhjetor, partitë kryesore politike në Kosovë kanë filluar një fushatë intensive. Në fokus janë premtimet për rritjen e pagës minimale dhe pensioneve, por edhe për krojen më të madhe për pensionistët dhe punonësit e rendit, si dhe nxitjen e prodhimeve vendore dhe investimeve në sektor të ndryshëm ekonomik. Kjo garë elektorale po zhvillohet në një klimë të tensionuar politike, ku partitë përpiqen të bindin votuesit duke nxjerrë në pa programet e tyre për rimëkëmbjen ekonomike dhe luftën kundër korrupsionit. Gjithashtu, debatet për fokusin në integrimin evropian dhe zgjidhjen e çështjeve me Serbinë po ashtu janë një pjesë thelbësore e kësaj fushate. Përgatitjet për zgjedhjet parlamentare po ndjekin me kujdes edhe proceset ndërkombëtare të monitorimit. Një delegacion i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës pritet të vizitojë Kosovën nga datat 27 deri në 29 dhjetor për të ndjekur kështu procesin zgjedhor dhe për të siguruar transparencë dhe respektim të standardeve demokratike. Ky veprim konsiderohet i rëndësishëm për konsolidimin e demokracisë në Kosovë dhe për garantimin që zgjedhjet të zhvillohen në mënyrë të drejtë, të lirë dhe të barabartë për të gjithë kandidatët dhe partitë. Gjatë 24 orëve të fundit, policia e Kosovës shqiptoi më shumë se 2100 gjoba për kundërvajtje në trafik, duke treguar kështu fokusin e shtuar në zbatimin e ligjit dhe përmirësimin e sigurisë rrugore. Aksioni është pjesë e një fushate më të gjerë për parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e disiplinës së vozitjes në rrugët e vendit. Kjo veprimtari e policisë u vlerësua nga ekspertë të sigurisë rrugore, por edhe u përmend si shenjë e nevojës për ndërgjegjësim më të madh qytetar për rregullat e qarkullimit. Në kontekstin e përmirësimit të politikave sociale, Rjeti i Grave të Kosovës publikoi raportin me titull Zero Tolerancë, i cili shqyrton mënyrën se si institucionet e Kosovës po trajtojnë rastet e dhunës me bazë gjinore. Raporti thekson nevojën për përmirësim të koordinimit mes institucioneve dhe ofrimin e mbështetjes më të mirë për viktimat. Ky raport ka nxitur debate në shoqëri për rëndësinë e adresimit të dhunës ndaj grave dhe për përforcimin e mekanizmave ligjor dhe social për parandalim dhe ndëshkim të kësaj dukurie. Më 18 dhjetor, skuadra e Dritës nga Gjilani në futboll arriti një sukses historik duke siguruar kështu kalimin në fazën e knockout playoffs të UEFA Conference League për sezonin 2025-26. Kjo është hera e parë që një klub kosovar ka lënë në fazën eliminatore të një gare evropiane të këtij niveli. Përkundër sfidave në fazën e grupeve, Drita tregoi qëndrueshmëri dhe performancë të lartë, duke përfaqësuar kështu në mënyrë dinjitoze futbollin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Ky sukses është një stimul i madh për zhvillimin e futbollit vendor dhe për promovimin e klubit në arenën evropiane. Në përgatitje për ndeshjet kualifikuese për Kupën e Botës FIFA 2026, kombëtarja e Kosovës po përballet me sfida dhe pritshmëri të mëdha nga tifozët dhe mediat sportive. Ndeshja Slovaki-Kosovë, e cila pritet të zhvillohet në mars 2026, është klasifikuar si një ndeshje me rrezikshmëri të lartë nga autoritetet atje, duke nënvizuar në rëndësinë dhe tensionin që e shoqëron këtë takim. Në kuadër të përgatitjeve, ekipi kosovar po punon intensivisht për të siguruar një paraqitje sa më të mirë dhe për të ruajtur vendin në renditjen e FIFA-s.